Feriz Faik Guri u lind më 2 korrik 1970 në fshatin Nik. E filloi shkollimin në vendlindje për të vazhduar në gjimnazin e Kaçanikut e deri në Universitetin e Prishtinës, ku mbaroi fakultetin e elektroteknikës. Pasi mori titullin inxhinier i elektroteknikës, Ferizi u përgatit të shkonte në Austri për të vazhduar studimet pas universitare. Me të filluar lufta në Drenicën heroike, Feriz Guri në mars të 98-s i u përgjigj kushtrimit për liri. Sadik Imer Guri, i lindur më 25 maj 1970 në Nikë, shkollimin fillor e mbaroi në vendlindje. Pas mbarimit të shkollës së mesme, merr rrugën e mërgimit si shumë të rinj shqiptar. Me të dëgjuar krismat e para të luftimeve në Kosovë, Sadiku udhëtoi nga Zvicra për në tropoj të Shqipërisë për të takuar me Ferizin dhe pas tërvitjeve ushtarake, duke kaluar bjeshkëve të Gjeravicës, hynë së bashku në Kosovë. Gjevdet Faik Guri u lind më 25 shkurt 1971 në fshatin Nik. Shkollën fillore e mbaroi në vendlindje, kurse të mesmen në Kaçanik. Edhe Gjevdeti deri në fillim të luftës ishte në mërgim. Më pas u kthye në vendlindje për t'u bashkuar radhëve të UÇK-s. Qemail Nuhi Guri lindi më 8 janar 1961 në fshatin Nik. Shkollimin fillor e mbaroi në vendlindje, kurse më vonë mbaroi zanatin e elektricistit. Punoi në Han të Elezit. Në mars të 99-s i u bashkua luftëtarëve të lirisë. Rrëzëmaleve të Sharrit, rruga gjerpërore shpije në fshatin Nikë të komunës së Kaçanikut. Në këtë fshat, që nga vitet e 90-ta, duke parë represionin e ushtruar mbi popullin shqiptar të Kosovës, filluan përgatitjet për atë që shumë pak veta e mendonin, për një luftë të armatosur. Filloi hapja e një strehimoreje, e cila do t'ishte strehë shpëtimi për banorët e fshatit gjatë luftës. Me 18 korrik, 98-ën, kishte disa takime me shuflë, me komandant Zefin, jënë organizu kanë shku për Shqipëri. A kish pas dalë për me në luft, mini her kish pas dalë. Kur mas 2 mujve që shto thirin her në telefon të na, po visht një kashur e zonë i qyminke. Prej tropojës, Ferizi dhe Sadiku, së bashku me njësitin e Kaçanikut, qanë në kufirin duke u përballur me armikun në disa luftime, si në atë të Retisë të Randës, për të ardhur në bjeshkët e Jezercit. Njësiti i dytë i Kaçanikut, i cili ishte në tropoj të Shqipërisë në përgatitjet ushtarake dhe në armatosjen e ushtarëve, u kthy këto më në këtë vend dhe ju bashkangjit njësitit tonë. Ky njësit ishte me 60 ushtarë, në mesin e këtij njësiti ishte edhe komandant Shpata. Komandant Shpata ishte përgatitur në Shqipëri, sidomos në përgatitjen dhe profesionalizimin e përdorimit të armatimit të rëndë. Me theks të veçantë, minahellsat i kishte përgatitur më së miri. Dhe me njëherë startoi në stërvitjen e ushtarëve të cilët ishin këtu, vendin ku bënte përgatitjet me minahellsa ishte këtu, një përgatitje profesionale, ushtarake në përdorimin e minahellsave, shkaq që edhe u dëshmu në betejën më të madhe të Jezercit.
Në betejën që u zhvillua në Jezerc, ushtarët e togut të Minahellsit që ishin stërvitur nga komandant Shpata, arritën ta godasin armikun mu në pozicionet e tyre. Komandant Shpata në vijen e parë të frontit me mortaj në krahëror qëndronte fort përballë forcave të armikut. Duke por angazhimin dhe aftësitë profesionale të një eprori ushtarak të UÇK-s, Komanda e brigadës mori vendim dhe emroi Ferizin në detyrën e komandantit të kompanisë, të cilën detyrë e kreu me sukses në të gjitha betejat që u zhvilluan deri në fund. Kam një moment me Ferizin kur u afru deri te une, u përshëndetëm, ku më shprehin ngushëllime për bashkëluftarët që na kishin rënë në Gabric, komandanti Agim Bajrami, Xheladin Kurta e Besnik Begunca, dhe më tha se epror kemi me marrë hakun shumë fesh, shka që edhe u dëshmua në gjitha betejat e zhvilluara deri në fund të luftës. Pas ofensivës së Jezercit, në shtator të vitit 98, njësiti i Kaçanikut kthehet në malet e Sharrit për të operuar në tërë hapësirën e komunës së Kaçanikut. Feriz Guri angazhohet në detyra speciale ushtarake, duke bërë bomba të improvizuara përmes rezervuarve të ajrit, ndërsa Sadiku u angazhua në togun e policisë ushtarake. Familja e Sadikut nuk dinte gjë për ardhin e tij nga mërgimi. Edhe atë natë ishe shtonë, ka kërsit zilja, edhe ka dalë ke mali ku për shof, njani po vjen shkallëve për pjetë dhe njani po heca nena u boret. Edhe veç kur i ka një dy duk në tere dhe i një mrena. Thash Sadika erë dhe tha po, thash prej kuhit. Që tha, qështu tha, qështu po më shë, tha prej, qështu tha jam njës, tha prej e Zvistrës. Vesh, në uniforma. Edhe tash unë kur e pash ashtu vesh ma e dita se aje prej lufte është arë. Edhe ka që fëmije, ishte ora 3. Këto edhe, pali që shëdok, aje djali tha, babi tha, ma tha ka puqin, tha se dhe mu më remirë se tyje. Aje tha, po tha dhe ty tha kam talon, tha për më talon, tha ma vonë, tha njerë tha për bajone, tani tha talat tyje. Ajo qika tha, edhe mu tha keni me madhan, jo tha njerë tha për ma june, tha tani tha keni me marë të gjët, edhe qikas, edhe djallit. Pas masakrës së Reçakut, një njësit i Kaçanikut udhëtoi për në Rancë për t'u dalur në ndihmë ushtarëve të brigadës 161 Ahmet Kaçiku. Këto pra gjindëm në Rancë, në komunën e Shtimës, ku gjatë luftës ishte një kompani këtu, që u quajke kompania Rancës. Pra këto në këtë kompani kanë marrë pjesë edhe një njësit i Kaçanikut, ku ndërta ishte Sadik Guri dhe Fadil Bunjaku, ku tasht janë dëshmorë. Pra këta ishin ushtarë të mirë, të sinqert, me disiplinë, ku i kryshin detyrat ashtu si duhet, ashtu si i ka hije një ushtari, ku Sadiku në çdo mëngjes ka pas për detyrë ta vëzhgon të terenin, ku dalke në atë pjesë atje, dalke atje, edhe mas kësaj kodrën është një Guri Bagdashi që i thujmë, edhe i prunke në gjitha raportet që forcat e armikut për asfalt grupës Saralevës. Pas ofenzives së 26 shkurtit në Kaçanik, njësiti që ndodhej në Rancë kthehet në Kaçanik. Shumë të rinj të fshatit u armatosën dhe ju bashkuan këtij njësiti. Aty bënte pjesë edhe Xhevdet Guri. Këto kur këto patën dalin, katunion në qike, u bashku me këto mazdullan e në heq. Me Sadikin u ba një herë.
tani me këta, me Skenderi, me këtë shëshni, mos e di si me ka hetën. Por, mas një 2 javë dite, ish marak një pushk të mire, kish qef me asehe. Ja kish i dhonë të tesha, erdi, i kish marrë teshat edhe pushkën, me him rena, piktina fort, i arkeran pi babës vetë. I kish thonë ngrëz vetë, thuj nanës në delë që të në të mi shet teshat, në të mi banë për haj. Kur dëllën që shpirë, sa shak e thirë, a këshirë me i nanë tha teshat, ta në pas ka një edhe pushka, i rake pushkës të të në krah. Pushka tha, am pa hije. Ditysh më serri zemra pak, po as mes ne të bëjshë birë me tesha, me pushk, sa shik dzëfsh. Unë nesë, mot, me që ta fjallë, unë nesë me dalin. Këtu pak luftime. Pak luftime nivojën, gajrën, kaçaneke, nikaje. Me 8 prill, këta ushtarët e kësaj, e këti fshati e thërën fshatin, edhe ju të regu se njëri do të jemi të sulmun, si mas disa rrethana që shihen, për rezistencë u diskutuhet, u pranu që të rezistohet. Këtu kanë qenë pozicionet e 2 togjeve të Feris Gurit, komandant Shpatës. Ai kishte bërë pozicionet maskume, ku kishte vënë thas me rër, gur dhe i kishte mbulu me ple. Njërë që armiku mos ta jeton se çfarë pozicioni ka këtu. Me 9 prill, nga vëzhgu stanu vretën forcat serbe, kur kishin thy udhën dhe kishin hinë në rrugën që bjen për fshatin Biqes dhe Ninkaj. Komandant Shpata ka dhënë urdhër që të gjithë vendosin pozicione dhe i është dhënë urdhri Minahesit, i cili ka qenë i pozicionuar atje, që ta ndërpret rrugën e forcave serbe që të vinë deri në fshat. Duke pa që ata një pjesë kalun dhe shkun në pjesën tjetër, duke u frigu që do të na dalin prapa shpinë, edhe pse ishte një numër i ushtarëve tonë atje, së bashku me Ferizin, i cili gjithmonë kish dëshirë të ballafaqohet drejt për drejt me forcat serbe, me vrap kemi mrejnë pozicione tjera, edhe ai ka qenë i pari që e ka fillu sulmin me armë kundër atyre forcave që dëshirën depërtojnë kona kundër e fshatit Nik. Në ato momente, duke pa se maqineria serbe nuk mund të shkatërrohet vetëm me armë e lehta, ai e mori topin pa dridhje dhe pozicioni nuk ishte shumë i favorshëm. Kështu që ai topin pa dridhje e vendosin në krah dhe ju dha urdhër ushtarëve që ta shkrepin nga krahu i tij. Me 9 prill, kur krisi lufta në fshatin tonë, ai atë ditë pa dalë mëngjes për këtumit. E kanë thirë shok, taj mu së më ka kalëzue se ku po shkoj heq. Veç kur ku marrë vesh unë kur krisi që atëherë që i gjujtë në hovin e parë. Që atëherë ku marrë vesh unë se kështë pas dalë në këtë rojën këtu, e kur gjujtë në këtu në që të shpije ato e. E kështë pas ra plumi që të në kapuqin e që ka pas atë strehen. E kur erdhë, më thaj nonë, tha qesa plumi ku më ka ra. Ashoj nonë, Allah i ka kudretin e maksh, mujtë më të ra në balë, për të ra në kapuq. Mirë pas i hovi, kish pas himër. Në këtë betej, plagosen 2 ushtarë të kompanisë së Shpatës, Jashar Selimi dhe profesor Shefki Guri, të cilët dërgohen në shtabin e brigadës për mjekim. Komandant Shpata gjithnjë ishte në përcjellje të situatës në Kosovë. Du të theksoj
një vetit Ferizit, i cili gjatë hapjes pozicioneve, gjatë caktimit pozicioneve, si të vetat, si për ushtarët e tij, a gjithmonë i ka caktuar aty ku e ka menduar se mund t'i shkaktoj dëmet shumë të armikut. Kur nuk e ka menduar se duhet tërhiqet. Dhe deri në momentin e vdekjes tij, nuk e di që është tërhiq ndonjëherë për pozicioneve të veta gjatë luftimeve me serbë. Ajo që ka pëlqy te Ferizi, ka qenë vendosmëria e tij. Atë që ai e ka bërë, ai ka menduar shumë më herët ose paraprakisht, pastaj ka vepruar. Kjo ka qenë një princip ose tipar i tij që ai ka qenë shumë vendosur në këtë ta zbatoj. Ferizi edhe në ofenzivën e 8 Marsit, kur na kishte sulmuar një forcë shumë e madhe dhe një pjesë e madhe e njësiteve ishim detyruar të tërhiqemi nga pozicionet, ai nuk ishte tërhiq. Aty bile me një guxim të veçantë futet në zonën ku ishin fut ushtria serbe dhe arrin që të tërhiq plagosrit si dhe ekipin mjekësor i cili po kujdese për ta. Komandant Shpata së bashku me Xhevdetin nisën për në Maqedoni. Qëllimi i tij ka qenë që armatimi të jetë sa më i sofistikuar për rrethonat, për luftën që u zhvillonte atëherë tek ne. Me ardhin e tij këto, ne kemi shpjeguar se kalimi është gati se i pamundëm ose i rrezikshëm, nga se serbët kishin bërë një fortifikim, ashtu ta quajë, të kufirit. Mirë po Ferizi ka qenë shumë i vendosur në këtë drejtim, kështu që edhe me sugjerimet tona për mos shkurin në Maqedoni, ai megjithatë ka qenë shumë vendosur dhe ka shku. Lëkja pasturatën që i dhuroj Kosovës Shpatën. Mirë po fatkeqësisht në këtë pjesë ku jemi ne këto, ka rënë mina bashkë me Xhevdetin. Shundin krisma në kufi, pushojnë bjesht një qifteli. Kur e morra laj me se Ferizi ka ra, me ofën të drejtën, unë e disha, kur ishin marra të ishin qitë, krejt disha që vdekja është. Më dhëm, për nuk me tranditi ashtë fort. Vdeksha, thadë, qëtë luft, pik loti sa për mu mos qitë. Me ditë, si këmë thonë dhe marë, ma nona se ka po. Asë ja këmë po gjenazën, asë se këmë po ma, asë këmë full ma. Ishallah me gjenet për knashna me ta, se masi edha jetin për liri, nuk mu ka dhimë të në fartë. Se vladi i dhimë shumë është me qitën gjallineri, një muj ditë qatë ditë që mi ka ban, një muj që e këmë martu, qatë ditë mu ka bra. Ferizi, ose komandant Shpata, konkretisht ose pikërisht ka rënë në këtë vend ku tani gjendet pllaka e tij. Dhe sipas treguesve ose atyre të cilët e kanë përcjell për në Maqedoni, Ferizi ka rënë në këtë pjesë këtu në rrugë, në këtë rrugicë, ndërsa Xhevdeti ka rënë poshtë. Ka shkelur në mina këtu dhe minat e kanë gjuajtur poshtë në ujë atje. Sa për kureshtje, mund të kisha thosin këtë pjesën këtu, që shohë me siguri edhe para kamera. Në 1 metër katror, diku kam diminuar mbi 78 mina. Ndërsa në vendin ku ata kanë rënë, kemi çmentuar një numër shumë të madh, që nuk i kam numëruar, por kanë qenë me siguri mbi 2000 mina. Për tërheqjen e kufomave, më ka shtyr diçka që ka qenë për mu një kompleks derisa unë ta kryj këtë detyrë. Kjo ka qenë një punë të cilën
duhet ta bënte dikush dhe që duhet të rrezikonte dikush për hir të punës së Ferizit, për hir të angazhimit të tij, edhe personalisht të tij, po edhe të familjes, sidomos të Bacit Faik, i cili gjithmonë ka lënë përshtypje si njeri tamam i vendosur, kombëtar. Për një kohë, meti djali atje ju pa ta thonë shoke, kujdes, mos na shkojnë djem tjerë, duke i tërhek ata. Kështu që pas 2 javësh, kemi bërë tërheqjen e Kufoma, pas që kemi vërtetu këtë gjë, po me një ndihmë të veçantë të mësuesit, Rafi Zalitit nga Radusha, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh edhe për tërheqjen e Kufoma, po edhe luftës përgjithësi të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Disa ditë pas rënjes, komanda e brigadës organizoi një orë përkujtimore për dëshmorët e rënë të komunës së Kaçanikut. Këtë ceremoni përkujtimore për mbylli me një thënie që kam pas rastit ta dëgjoj shpesh herë nga goja e martirit ku thoshte: njeriu vdes siç jeton, i shkretuari vdes në shkretir, udhtari vdes në udh, kurse adhetari vdes për adhe. Ushtar dhe ushtarak, për birin tim dhe vllajën tuj, mos të mërziteni. Ai ka gjetë vdekje munat kohën kur është dash të vdes për këtë tokë. Lavdi! Lavdi! Faleminderit shumë. Komanda e brigadës 162 Agim Bajrami në takimin e mbajtur më 10/5/1999 merr vendim që prej datës së sotme batalioni i parë të bartë emrin e dëshmorit komandantit të kompanisë Ferez Gurit, ndërsa njësiti special i brigadës son të mbartë emrin Vllezrit Çaka. Pas rënjes së komandant Shpatës dhe Gjevdetit, në fshatin Nikën nga forcat e armikut, të cilat nuk kursyen as fëmijë dhe gra vetëm se ishin shqiptarë, vritet Nerimane dhe Sevdije Guri e pastaj dëbohet tërë popullata e Ksajane nga shtëpitë e tyre. Edhe Sadiku erdhë dhe na drejtojnë kolonë me traktora për tetor. Edhe mas se kimi pas Sadikun, Sadiku u nis me shok. E gjithë popullata e Ksajane ishte zhvendosur në Maqedoni. Lajmin për rënjen e Sadikut, Qemajlit dhe Sulejmanit, familjarëve u akumtoi vëllai i tyre Kemajli, pasi shkoi edhe ai në Tetov. Kur të nesër ku po më kallzoj. Qështu, baba i këtij Feridit më kallzoj. Tha i tjerë se më së mërti, ta Sadikin a kishla. Ta Sadikin a pa alan, mo që aty. U këna që më të kajtë, ka e me. Ta për Sulejmanin ku e kam. Ta për Sulejmanin tha nuk dina kur që. Edhe nëna e Qemajlit e mori lajmin pasi kishte dalur në kampet e Maqedonisë. Mas një muje, e rokja i tjetër edhe shkoj ketma, me shok. Mëngjezi 25 muajt, vitit 1999, që ishtë në orët e arshme, aty ka ora në 4, do me thonë, ishte bo rrethimi i hekët prej forcave sërbe, civilia e raskapitur 2 ditë më herët kishin tentu dalin Maqedoni, ishin këthym fshat. Bos rrethonave që u paraqiten, për mës tjetë rrezikum, sukur gjithka që ka ndonë, hakmore e sërbë gjithni kanë bo
në popullatën civile, atëherë u detyruam të bëjmë lëvizje të pozicioneve, pasi që ishin sërt në gjitha onë, duhe ardhë dhe prej fshatit Kukaj, Tremorit, e pa më të rrugës dalëm këtë pjesë këndej. Ata ishin, dhe me thëmë prekse unë e këndej, ishin pozicionum. Këtu në ararë 2 dëshmor, edhe unë ishe i plagum. Pikërisht këtë vend, Sadi Guri, u vra. Këtë pjesë tu, u vra Qemal Guri. Nënë thaj gjithë e këmë rishë Sabole, në tjetë Sabole, thaj këmë rishë Sadike, në tjetë takshomi të Stilemonin, thaj kina vërës. Dhe që molin e atë në hijës, thaj kina vërës, atë të tre. Komandant Shpata mbrojti titullin e inxhinierit të diplomuar të elektroteknikës në Universitetin e Prishtinës, ndërsa titullin e pavdekësisë në zonat operative të Kosovës. Sadiku la Zvicrën për të qenë një luftëtar i paepur për të marrë pjesë në shumë betejë nga Pashtriku e deri në Kaçanik për 11 muaj rresht deri në pavdekësi. Gjevdeti asgjë nuk dëshiroi më shumë se sa të vdes për atë dhe, i thoshte nënës së tij kur e mori armën në krah. Qemajli, babai i 3 fëmijëve, nuk dëshiroi që fëmijët e mi të jetojnë në zgjedhjen e robrisë. Në shenjë respekti që pavdekësia të jetë përjetësi, banorët e fshatit Nikë në vendin ku trimat ranë heroikisht ndërtuan pllaka përkujtimore. Amanet, mos shkelni mbi gjakun ton, se historia do t'ju përsëritet.